Po, Greta, për sa i përket operacionit të fundit të finalizuar nga ana e policisë së Durrësit, në fakt vjet re një tendencë në rritje e qytetarëve, personave për të prodhuar dhe për të shitur lëndë narkotike sintetike në formë e gjelatine, siç ishte rasti i fundit ku arrestuan 2 vëllezër dhe u shpall një kërkim një tjetër. Bëhet fjalë për një tendencë për sa i përket prodhimit të kësaj droge dhe më pas tentativave për shitjen e kësaj lëndë narkotike kryesisht në afërsi të shkollave. Sigurisht që qytetet që mbizotrojnë janë Durrësi dhe Tirana, nisur edhe nga popullsia, megjithatë nuk përjashton edhe tendenca në qytetet e tjera, megjithatë nga ana e policisë të paktën deri më tani ka patur raste që janë evidentuar, janë provuar në këto 2 qytete, pra në Tiranë dhe në Durrës, ku ka patur edhe operacione të tjera të finalizuara nga ana e policisë. Megjithatë, më herët ka patur një tendencë të trafikimit të kësaj lloji droge nga vende të ndryshme, nga vende të huaja, kryesisht nga Amerika dhe Kanadaja. Disa prej këtyre rasteve janë zbuluar nga ana e policisë, pasi trafikantët synonin të sillnin këtë lëndë narkotike nëpërmjet postës, nëpërmjet shërbimit postar dhe më pas i ndanin në doza të vogla dhe më pas shiteshin kryesisht në afërsi të shkollave, por edhe në lokalet e lagjes. Në kryeqytet ka patur disa zona që janë evidentuar nga policia, si në zonën e Pesmajt, në zonën e rrugës Xhan Fizekego, pra zonën e Xhamllikut, ka patur në zonën e Kasharit, po ashtu edhe në zonën e Bllokut, ku është shitur lëndë narkotike e tillë kryesisht tek të rinjt. Është një lëndë narkotike që në fakt shitet ka një vlerë relativisht të lartë, 1 kilogram lëndë narkotike sintetike shitet afërsisht në vlerën e 10.000 eurove dhe sigurisht ajo ndahet në doza të vogla nga trafikantët dhe më pas shpërndahet kryesisht në afërsi të shkollave. Megjithatë, tashmë vihet re një tendencë, siç ishte rasti i fundit, për të prodhuar këtë lëndë narkotike në vend dhe jo për ta importuar nga jashtë, dhe rasti i fundit tregon për një goditje nga ana e policisë. Këta të fundit shprehen që në fakt ka edhe raste të tjera që janë duke u hetuar, megjithatë duhen hetime dhe verifikime në terren, siç ishte edhe rasti i fundit ku në pamjet filmike të bëra publike nga policia e Durrësit shihej qartë itinerari që trafikantët e ndiqnin duke bërë të mundur edhe shpërndarjen nëpërmjet biçikletës apo motocikletës, ku janë evidentuar nëpërmjet pamjeve filmike nga ana e policisë. Gjatë kontrollit që policia ka kryer në banesat e 2 të arrestuarve, ka bërë të mundur edhe zbulimin e lëndës narkotike, pra gjelatinë në formë karameleje, gjithë përbërës të ndryshëm që shërbejnë për prodhimin e karameleve me lëndë narkotike sintetike dhe lëndë narkotike kanabis. Sipas policisë, 2 vëllezërit kishin role të ndarë për sa i përket prodhimit, sigurimit të materialeve dhe mjeteve, po ashtu deri tek shpërndarja dhe shitja e kësaj lëndë tek të rinjt. Besi, ashtu si që the dhe ti, ky nuk është rasti i vetëm dhe ka ndodhur të tilla raste plot, a janë intensifikuar kontrollet nga ana e policisë? Patjetër dhe rasti i fundit për policinë të paktën shprehen që ka një intensifikim të kontrolleve, megjithatë duhet verifikim, duhet kohë për sa i përket mbledhjes së provave dhe duhet që të monitorohen të gjitha lëvizjet e personave që janë të dyshuar dhe patjetër më pas mund të finalizohet dhe operacioni. Rasti i fundit tregon një tendencë në rritje të këtij fenomeni, megjithatë mbetet për të parë se si do të provohen dhe se si do të jetë ecuria e hetimeve të sektorit të antidrogës, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në qytetet e tjera. Megjithatë, në qytetin e Durrësit dhe të Tiranës ka patur tendenca dhe ka, le të themi, edhe tentativa për të shitur lëndë narkotike të tillë. Besi, të falenderoj.